Besimtarë të nderuar, janë një fotografi shumë interesante, e cila na vjen nga një e kaluar historike e popullit ton në Kosovë. Vitin 1999. Në këtë vit, populli palestinez është mundu me forcat e veta të përkujton masakrën që është bën ndaj popullatës shqiptare të pafajshme në Kosovë, nga xhelati i asaj kohe Miloševiqi, dhe fëmijët në për shkolla, dhe thot kanë bo aktivitet për me grumbullu mjete ekonomike, financiare për ndihmu vllazin në Kosovë. Donation for Kosovo. Children. From Palestine, nga Palestina për Kosovën, nga fëmijët e Palestinës për popullin e Kosovës. Kjo fotografi është demanti më i madh i asaj që disa islamofob, armiqtë e islamit, disa ateista matuf, që kur flasin për konfliktin në Palestinë mes okupatorit izraelit dhe popullit autokton vendas palestines, ata rreshtohen me okupatorin, me tiranin, me agresorin, me zullumqarin, me atë që bën masakra dhe gjenocid ushtrin agresore të Izraelit. Dhe argumentin e kanë se Palestina me Serbi. Pushteti, do thot i autoriteti i asaj që quhet shtet i Palestinës, që është pjesa e bregut perëndimor dhe Gazës, ku nuk ka shtet të plotfuqishëm sepse Izraeli nuk e pranon idenë edhe marrëveshjen e Oslos për dy shtete që jetojnë bri njëri tjetrit. Andaj është autoritet, është domethënë institucion para shtetnor, nuk është shtet. Ata mendojnë se me përkrahjen e Rusisë edhe shteteve që gravitojnë në orbitën e Rusisë, mund t'i bëjnë ballë Izraelit dhe shteteve perëndimore që përkrahin Izraelin. Dhe kanë marrëdhënie domethënë diplomatike me Rusi, me Serbi e kështu me radhë. Megjithse, sot gjithë na jemi vetëdijshëm dhe e shohim atë vazhdimisht se autoriteti i shtetit palestinez, që nuk është i pranuar si anëtare plotfuqishme në Kombet e Bashkuara për shkak pengesave që bëjnë shtetet perëndimore që përkrahin Izraelin dhe vetë Izraeli, ato sot kanë marrëdhënie domethënë briljante edhe me Amerikën, po kanë raporte normalisht edhe me shtete tjera. Megjithatë, popullata çdo herë ka qenë në anën e njerëzve të shtypur, atyre që është bërë zullum. Dhe për këtë shkak, ne si popullat duhet vazhdimisht të rreshtohemi në anën e të shtypurve në Palestinë. Ata janë populli palestinez që prej vitit 1948 e deri më sot janë bërë me vjetra masakra, me qindra masakra. Janë mbyt me qindra mijë njerëz dhe janë dëbu prej shtëpijave të tyre, që i kanë trashëgu den babaden. Janë dëbu prej tokave të tyre, janë uzurpu shtëpijat, janë uzurpu tokat, pronat, edhe i kanë dëbu, do thot, një pjesë brenda tokës palestinese, tjerat jashtë Palestinës dhe nuk lejojnë që ata të kthehen në vendlindje, në adhen e tyre, dhe t'i kthejnë shtëpit dhe tokat e tyre. E tash, kjo fotografi është demanti më i madh se popullata palestineze vazhdimisht ka qenë krah popullit shqiptar gjatë luftës së Serbisë ndaj popullit, do thot, shqiptar në Kosovë. Edhe për këtë shkak, njeriu pa marrë parasysh a është besimtar apo nuk është besimtar, duhet me qenë me të drejtën. Ne themi e drejta për vendvendosje është e garantuar. E paramendoni këtë rast, ata kanë banu, kanë lind aj, baba, gjyshi, stërgjyshi, katragjyshi në Palestinë, edhe vinë izraelitët prej vendeve të ndryshme, a prej ish bashkimit sovjetik, a prej Evrope, a prej Amerike, a prej Afrike, apo prej shteteve arabe. Janë me gjak të ndryshme dhe vinë në Palestinë, okupojnë Palestinën, va marrin shtëpijat dhe ndërtojnë shtetin e vetë. Dhe ty ta marrin shtëpinë e ndërtuar, tokën e mbjellun dhe dëbojnë për aty. Dhe jo me dhënë drejt për vetëvendosje. Ata nuk japin drejt ty për me jetu aty, për me u rikthy aty. Dhe andaj kur niset populli palestinez
me gjetë mënyra për me largu okupatorin, uzurpatorin nga vendi vet, akuzohet se është terrorist dhe se ai nuk meriton me jetu, e këta agresorët terroristë jetojnë. Para mendoni, ata që dalin në krah të Izraelit, realisht rreshtohen në anën e Gjelatit, i cili ka vrarë 43.000 gra, fëmijë dhe pleq. Edhe 10.000 janë zhdukur, 53.000. Do të ai bëhet pjesëtar, do të në këtë gjak të derdhun të pafajshëm të njerëzve. Gjithë ne jemi dëshmitar se në muajt e fundit janë granatuar spitalet, janë granatuar rreth e përqark vendet e spitaleve ku janë të zhvendosurit jetojnë në tenda, në çadra. I kanë djegë për zgjalli, kanë përdor aq bomba, aq eksploziv, që në asnjë luftë deri tash nuk është përdor. Kombet e Bashkuara kanë reaguar vazhdimisht. Gjykata ndërkombëtare për krime lufte ka reaguar. Shoqata ndërkombëtare për drejtat e njerëzit kanë reaguar. Shumë kryeministra shtete kanë reaguar. Popujt e botës kanë reaguar. E ti s'pe shef se Izraeli është të bëjë zullum edhe rreshtohesh me të. Kurse këta fëmijë që atë kanë qenë fëmijë sot sigurisht janë të mëdhej, janë të rritur, janë prind, janë baballar, janë nana, janë pjesë e kësaj vuajtjes, ata kanë kontribu me aq sa kanë pas për vuajtjet që kena pas na vitin 97, 98 dhe 99. Andaj, nëse s'kemi dignitet, s'kemi guxim për të rreshtu me viktimën, s'paku mos harrim këtë pamisit të tyre, edhe të mundohemi ta kthejmë këtë mirë me të mirë, që të bëjmë lutje për ta, të rreshtohemi në anën e tyre dhe të ndihmojmë edhe na ekonomikisht, siç kanë ndihmuar ata me aq sa kanë pas mundësi kohën kur na kena pas nevojë për ndihmën e botës. Normalisht, kur e flasim këtë fakt, ne nuk e mohojmë ndihmën që na kanë dhënë këtë shtetet perëndimore, në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk mohohet ajo. Mirë po, pse aty kanë ndihmuar këta shtetet perëndimore, kjo s'do të thonë që në çështjen e Palestinës, pushteti i shumë shteteve perëndim është i drejtë edhe në anën e duhur, sepse këtë bota ma ka të qartë se ata në këtë rast bëjnë veto në gjëra që s'kan drejt me bo veto, sepse janë shumë qarta se është zullum, për shembull puna e shtetërrëthimit që i bëhet Gazës dhe nuk lejohet të futet asnjë glënk ujë, e jo më të flasim për ushqim diçka ma shumë medikamente, ilaçe e kështu me radhë. Në këtë rast ti të bojkotojsh edhe bësh veto rezolutave që detyrojnë shtetin agresor të Izraelit të hap korridore për të fut ushqimi dhe ndihmat humanitare dhe ato medicinale, çka do të thonë kjo? Ku është humanizmi? Hajde le të jenë ata edhe terrorist. Me rregullat ndërkombëtare të luftës, nëse ka të vramë, ka të plagos, duhet të lejosh të marrin kufomat. Duhet të lejosh që të trajtohen, të shërohen ato. Ajo të shkon edhe në spitalin e Bastis, edhe drejtorin e spitalit e Burgos, edhe mjekti i Burgos, bile i vret, edhe të plagosurit, të lënduarit mrena spitalit ti e ekzekuton. Dhe terrorizmi, masakra, krimi ka kalu këtë kufit njerëzore. Mirë po, ti kthehemi kësaj fotografie, vitin 1999, fëmijët palestines bëjnë aksion në për shkolla për të mbledhur parë me ndihmu popullin e pafajshëm që vriteshte në atë kohë nga soldateska, do thot serbe në Kosovë. Keni parasysh këtë fotografi, edhe filloni reflektoni edhe rreshtohuni me të drejtën dhe të drejtit. Dhe kundërshtoni çdo zullumqtar dhe çdo zullum. Do jetë më mirë për ju në këtë botë dhe shumë më mirë ditën kur dalin para madhnisë së tij, ku gjykata ka me qenë e drejtë dhe peshorja shumë precize. Zoti shpëleft, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.